Rrugëve malore i ndoqën për 45 minuta. Pjesëtar të policisë në për komunën e Shtimës, pas ditën e së hënës ju vun pas 2 personave që dyshohet se kanosën një tjetër. Njëri pas disa minuta shudh në fshatin Zborc, mendoi se ikjen do ta kishte më të lehtë në këmbë maleve, por shpejt u kap. Me një vetur të llojit pick-up, 2 të dyshuarit ishin nisur nga qendra e fshatrit për në zonën malore. Njëri nga ta dyshohet se rrugës zbriti nga vetura e policia u vun në ndjekjet e tij e më pas edhe arrestoi atë. E më pas i dyshuari tjetër në këtë rast kryesori rrugën e vazhdoi në drejtim të Caralevës. Por edhe ky nuk shkoi gjatë e ra në duart e forcave të rendit që i dolën në prit. Këtij u sekuestrua edhe kjo armë me 12 fishek në çantë. Fillimisht, policia ka arrestuar M.M, 43 vjeçar, i cili dyshohet se ka ndihmuar të dyshuarin gjatë arratisjes, e më pas ka prangosur E.M, i moshës 32 vjeçare, që është emër i njohur nga që kishte kryer edhe veprat e tjera penale paraprakisht si posedim i narkotikëve, lëndim i rënd trupor dhe vrasje në tentativë. Të dy të prangosurit janë të afër mes vete. Me vendim të prokurorit, shoferi u ndalua për 48 orë, ndërkaq tjetri që provoi t'i del në ndihmë në këtë rast është liruar në procedurë të rregullt.